Ne I bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar. Trysni I Beogradit bëjmë nderime për të gjithë të zhdukurit, me që rast edhe 1565 I kemi ende të pagjetur. Komisioni qeveritar për personat të zhdukur, Instituti I mjekësisë ligjore, Policia e Kosovës dhe të gjitha institucionet e vendit tonë bëjmë përpjekje maksimale për të zbardhur fatin e më të dashurve tonë, të cilët u rrëmbyen të gjalla të vdekur nga forcat armike të Jugosllavisë së Serbisë të Miloševićit. Me këtë rast duhet të kujtojmë që I fundit I cili u varros ishte djali I vogël 9 vjeçar Sinan Ndauti nga Prekazi. Ne I bëjmë thirrje faktorëve ndërkombëtar që të bëjnë trysni mbi Beogradin zyrtar dhe të zbardhë të vërtetën për të zhdukurit tonë, meqense ata e mbajnë përgjegjësinë dhe ata e dinë të vërtetën. Janë edhe 11 varreza tjera masive, përveç atyre 5 që tashmë janë zbuluar e për të cilët Serbia nuk jep informacion, sepse është komunikuar edhe nga vetë ata publikisht se janë 16 varreza masive gjithsej. E vetëm në njërën prej tyre që është zbuluar në Batajnic I kemi 744 të pagjetur të zhvarrosur prej atje, ndërka që gjithsej deri më tani janë rreth 1000 shqiptar të cilët janë zbuluar në varrezat masive në Serbi. Atje ku është përgjegjësia, atje është edhe vërteta, mirë po ne nuk kemi jurisdikcion mbi Serbinë. Faktorët ndërkombëtar, evropian dhe amerikan duhet I bëjnë më shumë trysni Beogradit, ashtu që të zbardhët e vërteta dhe përgjegjësit të dalin para gjyqit. Edhe në Kosovë tash e kemi mundësinë për vite me radhë që të dënohen pasi të gjykohen në mungesë kriminalet e shumë të luftës, qofshin ata urdhërdhënës apo ekzekutor, dhe për këtë Prokuroria Speciale e ka përkrahjen e plot të qeverisë së Republikës, gjithashtu edhe sistemi I drejtësisë në përgjithësi. Janë duke punuar më shumë e më shpejt se përpara, por unë besoj që duhet të punojnë edhe më shumë e më shpejt se ç'po bëhet, meqense dëshmitarët po mplakën, shumë prej tyre dhe po ndrojnë jetë dhe në këtë mënyrë vështirësohet për ndjekja dhe sjellja para drejtësisë e kriminalëve serb të luftës.